Jemi rikthyer. E gjithë vëmendja e botës në këto 25 apo 26 ditë është pikërisht e lufta në lindjen e mesme, tek lufta në Iran, e cila padyshim është një luftë që po ndikon sidomos në aspektin ekonomik, por një luftë që herët apo vonë do të vinte, duke u nisur nga le të themi marrëdhëniet apo nga deklaratat apo mosnjohja që Irani i ka bërë shtetit të Izraelit dhe rreziku që izraelitët, pothuajse që nga krijimi i shtetit të tyre, jetojnë çdo ditë me frikë. Për diskutuar në studio kam historianin Olsi Yazexhi, cilët ju gjithë e keni ndjekur. Olsi, përshëndetje dhe faleminderit. Gjithashtu dhe Jeta Ganin nga Izraeli. Përshëndetje Jeta, do ta nis me ju. Si është situata? Vijojnë sulmet dhe besoj ndjeni të friksuar. Që nga krijimi i shtetit të Izraelit, për shembull, të gjithë popullata aty ndjen të friksuar pavarësisht masave. Përshëndetje. Të friksuar nuk mund të them që jemi të friksuar, sepse gjithmonë e kam theksuar që shteti i Izraelit është i organizuar në çdo luftë, edhe në këtë luftë që mund të them është nga luftrat më të vështira që kam kaluar, personalisht flas. Por dua të them që vërtet ka vështirësi në jetë dhe çdo luftë ka vështirësira të ndryshme. Por ama kur bëhet fjalë për një luftë që ka shumë rëndësi për sigurinë e ekzistencën e një shteti siç është Izraeli, dua të them që ne si popull bëhemi një edhe nuk njohim frikë dhe siç janë ushtarët në luftë mund të them, ashtu jemi dhe ne ushtarë të cilët jetojmë dhe mbështesim shtetin në mënyra të ndryshme. Por frikë nuk kemi, sepse gjithmonë e kam thënë që jemi të siguruar dhe faktikisht deri sot, domethënë, nuk ka shumë të vdekur, një numër shumë i vogël që dhe ai është i rëndësishëm, por rëndësi ka që ne të kemi një paqe, një qetësi të përhershme dhe jo të përkohshme. E qartë. Olsi, pse nuk ka një paqe? Sepse, për shembull, shteti i Izraelit nga Irani kërcënohet me ekzistencën e tij. Se ju shpesh, më fal, keni thënë që Irani është dhe demokraci. Po, këtë luftë nuk e nisi Irani. Irani është i gatshëm për bashkëekzistencë me vendet e tjera në lindjen e mesme. Po këtë luftë, ashtu sikur edhe luftën e qershorit vitit 2025 e nisi Izraeli. Po nuk e nisi kot. E nisi Izraeli nga që Izraeli ka një plan që quhet Eretz Izrael, apo krijimi i Izraelit të madh. Dhe shteti i Izraelit që kur u formsua nga britanikët në vitin 1917, kur ata kolonizuan Palestinën dhe çuan aty kolon Slavo Çifut nga Polonia, Ukraina, Rusia, Bielorusia, kjo koloni ka bërë vetëm luftra. Luftrat e para kolonët Çifut i nisën. Mos i kthemi historisë. A ka të drejtë Izraeli tani të shqetësohet dhe të mbrohet? Se ju thonë e nisi Izraeli luftën ndërkohë që ata luftojnë me mbijetesën se kërcënohen çdo ditë nga Irani. Jo, problemi është që kjo qeveria e kryeministit Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu është një kriminal lufte që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale etj. Kjo qeveri ekstremiste që sundon Izraelin, kjo shkatroi atë që njihen si The Oslo Accords, apo marrëveshja e Oslos, ku qeveria izraelite me asaj kohe, me kryeministrin Yitzhak Rabin, dhe përfaqësuesin e autoritetit palestinez Yasser Arafat, ranë dakord që do krijoheshin dy shtete, shteti i Palestinës dhe shteti i Izraelit. Po kur Netanyahu erdhi në pushtet dhe me partinë e Likudit, ai jo vetëm që do të nxisin në vrasjen e kryeministrit dhe fituesit të çmimit Nobel Rabinit, por kjo partia e Likudit do të shkatroj partinë e punës apo laboriste. Dakor, pa a ka të drejtë Izraeli të jetë shtet, pra se këtu është diskutimi. Irani thotë jo, ne nuk e njohim. Tani Izraeli ka të drejtë që të jetë shtet. Dhe qeveria iraniane edhe ka deklaruar që nëse palestinezët duan ta njohin një ditë si shtet, ata mund ta njohin, nuk ka problem dhe ne do ta pranojmë këtë fakt. Po problemi është që Izraeli që kur është marrë peng nga kjo rryma ekstremiste e partisë së Likudit,
Këta nuk duan që të ekzistojnë shtetet myslimane përreth tyre. Nëse ke parë për shembull ministrat e qeverisë së Netanyahu, si Belazel Smotrich, ata thonë nuk duhet të ketë Jordani, nuk duhet të ketë Egjipt, nuk duhet të ketë... Nuk kanë thënë ashtu që nuk duhet të ketë Jordania tani si ka? Jo, po e thonë, ata kanë deklarata dhe ata duan që të bëjnë atë Izraelin e madh biblik, i cili... E kanë thënë Izraelin e madh. Jo, e thonë, ka deklarata dhe por ata Izraeli, biles edhe Netanyahu e ka thënë që ne Zoti na ka premtuar... A mund të jetë deklarata politike, po Izraeli tani betejën e ka me ekzistencën, pra i thot na kërcënon çdo ditë Iran. Pavarësisht se jeta thani nuk kemi frikë, se thot në mënyrë metaforike, por bia i sinjali dhe shkojnë gjithë modru. Zotëri, sot Izraeli thot na kërcënon Irani, për para 20 vite thoshte na kërcënon Iraku, për para 4 vite thoshte na kërcënon Siria, na kërcënon Libani, na kërcënon Egjipti, na kërcënon Jordania. Dhe nëse do shohim historinë e krijimit të Izraelit, që nga momenti që u krijua ky shtet në 1948, këta kolonët slav që erdhën nga Evropa lindore, vetëm kanë vrarë dhe kanë dëbuar populatat vendase. Duke dhe si histori konspirative. Kush është konspirative? Për shembull, çfarë ka konspirativ në këtë mes? Që janë slav që erdhën nga Rusia dhe Ukraina, për shembull, ky personi që sot është kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, emrin origjinal e ka Ben Nitai, ndërsa babai i tij e ka Benzion Milejkovski. Ja ta gjejmë dhe pak jetën. Një moment, domethënë këta janë kolon, duhet të kuptojmë historinë e perandorisë britanike. Britania kur e kolonizoi për shembull Afrikën, e kolonizoi me indian, ndërsa rastin e Palestinës e kolonizoi me këta slavët e fesë. Por a ka të drejtë, do ndryte jeta, a ka të drejtë qytetarët izraelit kënë shtetin e tyre? Qytetarët izraelit e kishin shtetin e tyre, por ata kanë një kryeministër i cili shkon edhe bombardon dhe hap luftra, dhe për këtë arsye edhe gjykatën ndërkombëtare penale, por edhe OKB-ja e kanë shpallur Izraelin shtet apartheidial dhe që ka kryer gjenocid. Dhe problemi është që është ky shtet që bën luftra, për shembull, nëse neve këtu në Shqipëri. Për bën lufta se rrezikohet pra. Nuk bën luftë se do të marrë në top në Iran. Izraelin nuk e bombardoi Irani. Ishte Izraeli që bombardoi Iranin. Dgjoj, po të kishim neve një kryeministër për shembull që do godiste Greqinë, edhe do thoshte ne po e godasim Greqinë se na rrezikon ekzistencën tonë, kush do ishte fajtori? Do ishim neve. Po, jeta po?